Me këtë programi tonë është gjithmonë shumë kënaqësi biseda me Mark Sulën, të cilën e kemi sot në studio. Përshëndetje zoti Mark, faleminderit shumë që jeni me ne. Mirë se gjeta. Faleminderit. Sa ardhëm duke folur me ChatGPT, vazhdojmë të jemi shumë besnik. E majmë në intervistën e parë që kemi bërë atëherë kur doli si inovacion, dhe nga atëherë se çfarë s'ka dalë, sa shumë është e kërkuar dhe si që thash po shtohen çdo herë segmente që lidhen me inteligjencë artificiale. Kështu që sot kemi vendosur të flasim për një platformë që ka për qëllim ruajtjen e sekreteve apo të dhënave për të ardhmen, një problematikë që le të theme ka interneti. Do të thotë këtu jemi të pasigurt. Po, faleminderit Mediana për ftesën dhe ju faleminderit për ftesën. Është një platformë unike që është punuar në 3 ditë në bashkëpunim me ChatGPT-n. Ideja ka qenë imja, po kodin e kretë kemi zhvilluar bashkë. Ideja është kjo, ta dërgojmë një mesazh që mund të hapet në një moment të caktuar preciz në të ardhmen. Edhe dikush mund të më thonë se si mund të bëhet kjo edhe për çka. Shpesh lëm testamente, ose dojmë që t'ja çojmë fëmijës parat, po që çdo javë të nxjerrin, e mos mund të nxjerrin më herët, po çdo javë t'i vinë një kod që mund të aq para me nxjerr, ose t'ja dërgojmë vetes një mesazh në të ardhmen. Vetes ndoshta unë kisha pas qeftash mi pas disa mesazhe që kam dërguar vetes kur kam qenë i ri, a kem rri këto, a ke ato fantazitë mia, edhe për shumë punë tjera, për dokumente legale e krejt. Për momentin ky shërbim praktikisht është falas dhe funksionon kështu. Shumica nuk e din se si funksionon interneti i sigurt, ky që fillon me HTTPS, që se do të thotë i sigurt, dhe shumica e browserëve e shpletuesve as nuk e hapin nëse nuk është me s në fund. Ai funksionon në këtë formë që bëhet një çift çelësash, po më saktë bëhet një drynë edhe një çelës. Dhe juve ju dërgohet dryni dhe një kuti ku ju e futni mesazhin ta, çdo kush mund ta mbyll mesazhin, po vetëm i zoti çelësit mund ta hapin ata. Qartë. Edhe ne çka bëjmë me këtë? Pak si kasaforta, realisht kështu. Jo. Ajo e ngjajshme. Jo, nuk është e ngjajshme. Praktikisht ju çata mund ta runi ku doni atë çat kasafort, po s'mund ta hapni. Ju e hapni në momentin që keni caktuar ju vet kohën kur duhet me marr çelësin. Ne nuk mundemi me ndryshuar. Jo, japim një herë kohën nuk mund ta ndryshon askush më. Vetëm ai që e krijon faktikisht. Po, ju mesazhin origjinal keni mujt me rujt ose e shkatroni punë për ju se si e marrni mesazhin. Por nëse ju e keni enkriptu, mo as ju, po askush, as atë vetë serveri, askush nuk mund ta dekripton deri në moment kur t'i vjen momenti i çelësit. Kur vjen momenti i çelësit, ju dërgon çelësin dhe e hapni mesazhin. Mund të jetë testamenti dikuj, mund të jetë që tash ju keni dhënë fëmijëve që mund t'i shpenzojnë një shumë parash në javë, i vjen kodi, merr parat, nuk mund të mi marr më herët, nuk mund të ndodhë asgjë. Edhe kjo është besoj është një shërbim i bukur, i dobishëm, e kemi studiu pak internetin, ka punë të ngjajshme, po në shumë të lidhur me sisteme legale, me kështu. Ky sistem që është kaq popullor, është i pari. Mirë, zoti Sulaj, diçka që gjithmonë kur është siguria, thuhet që asnjëherë nuk është pak me punu për siguri. Gjithmonë duhet shumë edhe në fund askush s'është i sigurt në kuptimin që mundohem shumë edhe shtetën botë, po gjithmonë investohet shumë në siguri. Do të jetë kjo një hap përpara drejt sigurisë? Kjo po e them platformë e kuptimit që me u zëru më shumë edhe që pas kësaj dalë diçka, po një fillim kështu i mbartë, çu thënë. Ne si planet Tokë nuk jemi të sigurt. E vërtet. Na bën një asteroid. E vërtet. Pra një siguria absolute nuk ekziston. E vërtet. Ne kemi menu këta, dhe ne kemi backup serverin, do të thonë i ndodh diçka këtij prishet, është backup. Çaj server bazohet në një çelës super sekret. Dhe gjithçka enkriptohet me serverit me çat çelës super sekret. Një kopje çelësit super sekret ka më rrit në një vend super sekret. Që në rast katastrofe këtë prishet ky serveri, fillon dikun tjetër dhe mund të rihapet me një algoritëm matematikor. Aq është e komplikuar kështu qysh? Apo për juve është e thjesht, për neve kështu algoritëm, pastaj matematikor? Tani, po e tregoj kështu. Koha është një numër. Në kompjuter është një numër. Dhe ekzistojnë 2 lloje kohësh, është Unix time, i cili ka filluar në 1901 dhe është një numër që çdo sekond rritet për 1. Dhe
e ka një problem të madh që në 18 janar 2038 do të atëzerohet. Se më rinë në fund, bëhet 999, dhe në fund bëhet zero, edhe ka me qenë si ai Millennium Bug që ka qenë vitin 2000 që kanë menu që ka me fundos bota, nuk do të fundoset, se është menu një numër tjetër gjatë 4 bitch, tash, që dhe zavenson ato. Prandaj çdo moment në kohë, nga ky moment, dhe në 1 milion vetë përpara e ka numrin e vet, çdo sekondë ka numrin e vet. Dhe bazohet në qatë kohë, bazohet plus një qelë super sekret. Me këto krijohet një algoritëm deterministik, quhet, do më thonë që dihet çdo rast se çfarë rezultati ka me dhënë, nëse ju dini këto dy numra, dihet rezultati. Me çdo dy enkriptohet që mesazhi juaj, që është emaili, dhe ku e keni ruajt mesazhin, dhe ku do t'i dërgohet çaj mesazh. Dhe kjo dekripton në moment kur t'i vjen Chelsea, që u barazu koha e vjen Chelsea, ky çaj Chelsea dërgon zotit. Na ruajmë vetëm Chelsea, asgjë tjetër. E kuptojmë. Ka që pjesë e kësaj platforma është edhe Future Timeline. Çka konkretisht është, çka kuptojmë? Ne të gjithë mendojmë për të ardhmen. Ka shumë njerëz që marrin parashikus, për Nostradamusit e çka po diune. Ideja ime ka qenë që me kriju një timeline, një linje të kohës, dhe të fusim në to shënime. Shembull, ju Mediana mund ta shkruani një, se thonin, 2030 do të ndodhë kjo, pres që do të jam kështu. Edhe mund ta shkruani ato, një parashikim, mund ta bëni për vete, publikun, në timeline mund t'i runi shënimet personale, që vetëm ju i dini, mund t'i runi shënimet në grup, si në rrjetet sociale të grupit juaj, miqtë juaj mund të kanë qasja aty, dhe mund t'i bëni publik ato për botën. Unë për shembull shkruaj për Marsin, dhe du me vund gjithçka në kohë si mendojnë që do të bëhet. Do të bëhet një lloj basti, a do të realizohet ashtu apo nuk, do të lejë pak edhe si lojë. Po do të jetë edhe serioze. Pikërisht kjo për lojë, e pa është një raport këtyre ditëve për ChatGPT-n, po edhe për këto platformat. Është qëllimi, zotëri Culaj, që përmes këtyre gjërave të thjeshta në dukje, të bëhet sa më atraktive dhe të rinjt po e konceptojnë, pa tash me dalë kështu jashtë temës, po është kjo edhe platformën që me bo sa ma thjesht, që me inkuadru sa ma letë, qysh e kish pas një deklarat dikush që tha që me qeni ri vetëm me AI ishi marrë. Do duhej me u marrë me AI. Unë e krahasoj shpesh kur dulen telekomandat e televizorit. Na shumica në moshës time e kemi qenë telekomandës, në ato që në shko ndro kanalin, shko bëne në rritja zanin, në ullja zanin, kemi qenë telekomanda na si fmi. Do më thonë, ka dalë se pleqt apo dhe tha pa shkollë s'mund ta përdorin. Po të aty lujt me ato pulla e përdorin ma mirë se unë s'di me përdor, po shumë vetë shoqe. I bje që kreativiteti njeriu gjithmonë e ka jo, gjithmonë e gjenë rrugën, do më thonë sot që do këtë komplikume. Kjo një teknologji që kemi telefon, është një teknologji jashtëzakonisht komplekse. Po kjo nuk e pengon që shumica këto e përdorin me lehtësi, me një touch, me një sa në përdorin. Edhe kjo është e njëjtë. Ka që i kemi disa pyetjes më cilat sigurisht e kemi ndërtu bisedën në mënyrë që t'jemi më të qartë, sepse po flasim për diçka të re, për diçka që është ende e panjohur në përgjithësi në shoqëri, dhe duam t'i prekim disa segmente të cilat na sqarojnë më shumë. Po ashtu na tregoni se si funksionon Evolutive AI, çka është dhe çka e bën ato më të ndryshëm ndoshta prej pjesëve të tjera të inteligjencës artificiale. Kohëve të fundit shumë flitet për një shkatrim që AI-a kemi pa shumë filma, me Terminatorin, me krejt që do të na shkatron, do të zavenson njerëzimin, do të abonë. Këto është Evolutive AI, është një ide që do të ecim paralel. Njerëzimi me inteligjencën artificiale. Dhe do të bëhet një entitet, një qenje e pandarshme nga njerëzimi. Do më thonë gjithë koka, truret e njerëzve, gjithë kompjutrat që kemi, gjithë AI-t, do të jenë një tru universal, i pandarshëm, as kirurgjik s'ka mundësi të ndahet. A mund të ndahem sot nga teknologjia që kemi të telefonave? Është pa mundshme, sigurisht se të me funksionu pa teknologji. S'mund të funksionojmë, prandaj edhe kështu do të ecë. Unë mendoj që Evolutive AI është evolucioni i njerëzimit, i cili do të shtron rrugën, e kemi apo dhe vefaqen, tash po regjistrohet ndërmarrja, edhe do ta u hek frikën njerëzve nga përdorimi i inteligjencës artificiale. Zotëri Culaj, në raportin që e pamë para se të vinit në emision, dëgjova që po ndërtoni qipa të vegjël që funksionojnë si neurone të pavarura, edhe qysh do të funksionojnë këto bloqe?
Faleminderit për pyetjen. Është një projekt që po e zhvilloj me ABSL-n Kosova. Kemi qenë në Prizren me Medianën kur është marrë takimi i ABSL-ve. Tani kemi një takim në disa vende. Do të ndërtojmë qipa të vogël që në formë si legot. Tullat Lego që në ato të vogla, fëmija mund të ndërtojnë inteligjencat veta artificiale. Prej lodrave inteligente deri të mësimore, edukative, po edhe të dobishme, edhe kemi bërë gara të ndryshme. Kush për ndërton ma inteligent, ma të mirë, edhe jemi në biseda që disa pajisje që tash doken të vjetruara, që në për universitete, në për laboratore, të vinë si donacion për Universitetin e Prishtinës. Ku do të fillojnë të ndërtojnë këta qipa, edhe pse nuk janë këta të funit me qka pudine ultra gigabajte, terabajte, qka pudine, do të janë qipa pak ma thjesht i gjeneratorë pak para fundit, dikush për në shëmanë kur ka dalë Pentiumi. Pentium ka dalë. Në më dhanë, do të bëjmë në Kosovë një vend ku do të ndërtohen këto. Kjo është ideja, sa do të arrim të është... Qëllimi është i mirë, që atë të ishte përfitimi i studentëve me qenë se pjesë universitetit? Po, shikoni, përfitimi kryesor është mësimi. Po mësimi që kemi bisedu njëherë, që të bëhet si loj. Në atë moment kur na arrim që mësimi të bëhet loj, në zanë si do të mësojnë. Unë e kom provoj këtu si profesor që kom qenë e krejt, do me thonë, që ose ato e bëjmë si loj, pëse na shkojmë në TikTok, në YouTube, në... Janë atraktive. Janë atraktive. Ta bëjmë mësimin atraktiv, do të mësohet. Kjo është ideja. Edhe besoj që arrijet ato që e përmendë ma herët, që gjithmonë kur po ka kështu atraktivitet të rritë, po i tërheq shumë. Po, jo vetëm të rritë. Po. Jo vetëm të rritë, unë e besoj që edhe shumica, unë nuk e mirë i, po që më interesojnë këto se edhe nuk du të përjashtohem nga kjo kategorizimi. Por, unë e besoj që të rritë ka një potencial të madhë. Kosova mund të jetë një qendër e mirë për këto zhvillime dhe këto hulumtime. Kove të fundit ka bënë disa avancime shumë të mëdha ku po kthehemi në botën analoge. Që thot, gjitha ka shku në digitalizim. Procesori me këtë shpejtësi, numri, memorjeve, gigabajtve, krejt, por ajo ka një kufi. Mirë po, kur ka shku Apollo në Han, i ka pas 2 kilobajt memorje kompjutri. Të gjitha pjesë kanë qenë analoge. Voyager është një sond që ka lëshu sistemin diellor, është 96% analoge është. Edhe këta qipat është një këthen ka analoge, se natyra është analoge, natyra nuk është nishë edhe zero. Po, në mes nishë edhe zero ka infinit nivele. Japonezët e kanë shprehjen e famshme, ku thonë që jeta është gjithçka matematik dhe do të vërtetoheni që është matematik. Bazohesh këto e mendon që kanë të drejtë? Unë s'mund të jem se unë matematikën e kom pjesë ma transishme. Ata e kanë këtu, si kom? Unë për veti, qenë kam ma japonese ata. Po mirë. Po ja u kaleshe. Mirë, një nga pjesët më interesant... Matematika, nuk është, mirë. Një nga pjesët më interesante është edhe Radio.Kosova, AI, që besoj që mund nga të rëgosh për misionin, sidomos e atyre shoferve që janë gjatë në rrugë. Ideja ka qenë me Radio Kosova me kriju një radio që punon me inteligencë artificiale. Edhe komplet programimi, krejt do jetë, kjo është një radio në internet, e ka një emën që ma atë men, po në vend pare kemi mendu që të jetë një radio e cila ju shërben vozicëve gjatë rrugës që mos të shikojnë telefonin, se dëgjimi është i vetëmi proces simultan që mund të kryjmë krahas punëve tjera. Dhe më thënë, na mund të dëgjojmë muzikë, mund të dëgjojmë lajme dhe të vozisim. Po nuk mund të shikojmë telefonin dhe të vozisim. Se shikimi është deterministik, dhe më thënë, duhet me drejtu vëmendjen në atë moment aty. Edhe shumë fatkeqësi po ndodhin me këto. Ne, idenë e pare kemi që të ndërtojmë një radio që menaxhohet lehtë, që rregullohet lehtë. Unë për shembull ja kam dhuru një miku tim të shkollës të studimeve, Lulzim Sheut, ai udhëheq këtë lidhën e tarikatëve të Kosovës, ja kom dhuru radio dervishi.kosova.ai. Dhe ai qëtë gjana fetare edhe pëse është inxhinier, po është dhe... Mirë, po tash e kom planin që gjithë minoritetve t'ju dhurojnë nga një falas.
për çdo yll që kemi në flamurin e Kosovës, të bëjmë nga një radio në atë gjuhë. Edhe pasaj disa kanale tjera në gjuhën shqipe kuptohet, pa ato që kemi të minoritarve, do t'ju dhërojnë nga një radio. Ajo radio të shumë lehtë, do më thonë, ju e keni aty text to speech, ku teksti kthehet në za, i kemi ndërtu përveç Anilës dhe Iliri që në standarde, kemi ndërtu disa zara tjerë, nuk të zavendëson askush me Diana, mos kemi Presja. Mos u ngutni Aty e këtu. kisha në rakë. nuk kam zavendësu, po i lexojnë tekstin edhe e mund të programoni se kur do delaj në radio, po mbi të gjitha këtë radio të bëjmë interaktive. Çdo kush mund të kyçet, inteligjenca artificiale vendos, prap nuk ju zavendëson juve, vendos çka është për me transmetu e çka që duhet mja këtë përgjigjen vetëm atij. Do më thonë, një shofer thot, unë e kom dëshirë muzikore, kom shtu e këthem. Mirë po, një shofer thot, këtu ka një ndeshje, kini kujdes se rruga është e zonë, është pritja e gjatë, të gjithë e marrin vesh ato, se është një lajm i rëndësishëm. I rëndësishëm për komunitet. Për komunitet. Duke qenë se edhe unë edhe Edi njëjtë si shumë kolegë të tjerë përpara se të vinim në televizion, kemi kalu ka radio, për disa vite kemi punu në radio, e dim se sa e vështirë ka qenë më përpara, po flas përpara 10-15 viteve, të punosh në radio, se të menaxhosh një radio dhe të prodhosh për radio. Teksa shumë lehtë e thu, po e dhuroj një radio këtu, po e dhuroj një radio atje, do thot, kaq shumë është lehtësu puna, ne hjeke me raku the nuk do të zavendësoheni, po vërtet, do shta me pak mundet me u zavendësu sot edhe ky profesion. Une do të dhuroj juve, dyve nga një radio. Ka që thjesht. Faleminderit. Edhe ju me... Emret apo na i vend si na? I zgjedh një emrat. Zgjedhim vetë, po. I zgjedh një si të do një emrat, do më thonë në kodrë aty në çka është e mundshme, edhe ju me nashta 5 minuta në ditë të përcaktoni programin si do t'jetë, do më thonë politikën programore, dhe bo një radion, duk silloj muzike, ne kemi një përparësi në Kosovë që gjithë i kompyta mund ta emitoj muzikën e artistave të ndryshëm, gjithë sa më shumë që ta emitosh më mirë, nuk kërkojnë as pagesë, as problem, as gjë, se normal ai që don na s'kem drejt të transmetojmë aty muzikën që nuk kemi drejt me transmetu, por ne edhe në shumë vende nëse radio, kjo radio mund të më qenë edhe për komunitet të mbyllur, me qenë se shkon përmes internetit, domethënë një grup caktuar me ka radion e vet. E zgjedh do të se sa me Shembull, pashtrirje. nga aspekti komercial, tash ju kemi ofruar supermarketeve që kanë radion e vet dhe i njoftojnë blerësit e vet, kemi zbritje, kemi oferta, kemi kështu dhe ata mund ju më shumë të ju shërben kjo. Pse? Edhe mund me kthy ata feedback, domethënë informacionin kthys se çka na pëlqen, çka s'na pëlqen, edhe mund të më kon, për ne ndoshta do të na shpagun pak atë munin që kemi bë, që ta zhvillojmë radion. Kurse shumica do ta kanë falas. Do më thonë, kush e donë që këtu piftoj njerëzit, vetëm të ma japin një ide të mirë se çka dojnë me bo me atë radio. Zotri Culej, po na shkojnë minuta shumë shpejt, edhe gjithmonë është një det i tërë, kemi diskutuar edhe kur keni qenë më herët në studio. Gjithë qytetarët, e përmende pa dallim moshe, mund ju bashkohen në këto projekte që t'ju kontaktojnë edhe kjo mund nisët kështu si ide e vogël, po në fund mund del diçka shumë e bukur e madhe, qoftë me radio, po qoftë edhe me ide të tjera. Ne po him në një fazë ku nuk mund të shmangemi as pak inteligjencë artificiale. Pra 2 vjetë kemi filluar bisedat, po tash të përshojmë që është e pamundur. Edhe unë i ftoj të gjithë të bashkëpunojmë. Nuk mund të upim asgjë. Bisedojmë, bashkëpunojmë, shkëmbejmë idetë. Sakt. E ka që nga këto 2 vitet e fundit që ne jemi bashku pas kohë në programe të tilla me fokusin të inteligjencë artificiale, apo mendon që brenda shoqërisë tonë po zhvillohet aq sa është e nevojshme, ose a është kthyer fokusi i rinisë tonë tek kjo që duket jetë e tashmja dhe ardhmja? Si gjithmonë, njëri që kom kalu një pjesë në arsim, problemi nuk e kemi të nxënësit. Problemin e kemi që sa mundet stafi. Në më thonë shkollor akademik, sa mund e mu përshtat në çfarë shpejtësie. Edhe sot kemi shkolla ku nuk dallojnë as pak nga shkollat e shekullit 18, është i drasë e zezë ku është një arsimtar. Është e bukur, edhe mund pëlqen, po koha po e sta para. Mendon që institucionet do duhej me bo një hap pak më përpara që me inkuadru edhe inteligjencën artificiale në këtë, po e thëmë në sistemin arsimor, ka shumë debate, zoti Culej, ju e dini vetë që ka shumë debate mes profesorëve, mes nxënësve, mes atyre që udhëheqin, si do duhej mja dalë këtë rast? Një hap e thatë, po e hap do të me qenë shumë i madhë.
kom frikën që nuk mund të bojnë, duhen me bojnë disa hapa, duhen bi bo shpejt. Jënë të i bo vendet e rajonit, vendet në Evropë? Ja, zakonisht. Ja, zakonisht me shpejtësi, po ecë, nuk po lën hapësirë. Kjo zhvillim është qaq i shpejt që nuk lën hapësirë. As me mendu, thjesht me ecë? Shumë shpejt do të ecim. Sidomos në si Kosovë, ne kemi shumë, po ne kemi pas shumë të fort në Kosovë, ne kemi bisedu sektorin e IT-s. Me shpejtësi të madhe, programerat do të mesin pa punë. Unë e këto që e bashkë në për 3 ditë këtë time seal-in, në një kushte normale, disa mu ishin dhe shtë punë. Në vërtet. Unë vetëm, 3 ditë. 3 ditë intenzive ishin Jo, apo dhe jo? aqë. Jo, dhe aqë, Krahas jo. punëve të tjera, Po e ba, me provu, me diskutum, mënyrë interaktive, hap pas hapi dhe ndërtu. E testum dhe pastaj shpallëm. Si tillë. Edhe ju reagut, ju falenderoj me njëherë, në mirësi, që duhet është të roli ju që gjdo gjaj re mu shpallë. Me knatësi. Por, pa dyshim që përveç kësaj, se e thash, unë është gjithmonë shumë knatësi e kur i prekim disa tema bashkë në bisedën me juve, por duke qenë se sot ftuam për time seal-in si një risi në punën e juaja të vazhdueshme. Për fond, si mundemi me pas qasje është tashmë e hapur, bëj një kërkem të thjeshtë? Timeseal.evolutiv.ai Evolutiv AI është faqa që fletë për filozofin e inteligencës evolutive, e kjo është timeseal.evolutiv.ai. Mirë, zëti Culaj, ne të falenderojmë shumë, kjo shumë knatësi që sot ju patëm në studio. Pak ma pas këtë bëmë e hilje, Mediana pas ka qenë prezerem, po kjo nuk po merë kështu kur ka gjërat mira. Gjithmonë merë kështu kur ka disa të lashë, disa... Po si do që tjetë e këmë të tranu. Një gjarje shumë e bukur në ka të regu Mediana, po vishaka, po herën tjetër besoj që do jemi edhe me shtetara atje, po edhe me tritë edhe të tjera. Ishte gjarje njëftuese, kështu që po besoj që të tjera të pasojnë. Ta se Lea ka marrë iniciativa që ne tani po juftoj, momentin kur të fillojmë kemi bërë marrëveshje në bashkëpunimit me universitetin dhe me disa shkolla, dhe ne po juftoj që aty. Ta marrë Medianën me veti pra. Tani merë në vesh ju. Mo, mirë, se edhe radio për ju... Që s'doni mu barazu, mu në mos me marë kësa here. Falemderit shumë, edhe ju e falemderit. Të ndërruar shikues, do bëjmë një shkputje të shkurtë, dëgjojmë një pikë muzikore në këto momente, kthehemi shpejt me intervistat që ka zhvilluar kolegu Enver Gashi për samitin e punësimit që është mbajtur sot në Prishtinë.